U kthehem në studio për të folur në lidhje me gjendjen në komunën e Kaçanikut, ku me mua në lidhje direkte është kryetari i komunës së Kaçanikut, Besim Ilazi. Zoti Ilazi, faleminderit shumë që i je pjesë e Infodes dhe të na njoftofsh për të gjitha të reja që kanë të bëjnë me komunën e Kaçanikut. Përshëndetje për ju, faleminderit për ftesën. Kryetar, si është gjendja në komunën e Kaçanikut? A keni arritur që të implementoni të gjitha projektet që juve keni pasë në plan në Kaçanik? Sa i përket realizimit të projekteve, tham drejtën, nuk kemi mujtë me realizu të gjitha projektet për 4 vjeçare që kam pas mandat, për arsyet që do t'i theksoj tani, me qenë se jam mandatin e 4 qeverisës dhe kam pas fatin me qenë në qeverisje të partive të ndryshme, duke fillu nga ku ka qenë në qeverisje Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Alianca, dhe tani më vendosja. Megjithatë, kësi raportet zbeta mes nivelit qendror dhe lokal nuk kanë ekzistuar asnjëherë më shumë se këtë mandat. Kryetar, juve nuk keni pasur një bashkëpunim prej qendrës me juve në projektet që juve keni dashur të realizoni, meqense shumica e komunave po kanë këtë problem fatkeqësisht? Po, unë e dim se kemi pas takime bashkërisht me kolegë kryetar dhe të njëjtën shqetësim e kam pas të gjithë, po unë po përflas për komunës për nga dhe unë jam kryetari. Kemi pak probleme me rrjetin, besoj që shumë shpejt do të rregullohet. Kryetari i Kaçanikut pra shpreh edhe një herë shqetësimin, si të gjithë kryetarët e komunave të Kosovës fatkeqësisht, të cilët nuk janë nga lëvizja vetëvendosje, shumica prej tyre kanë pak kënaqësi me nivelin qendror sa i përket raporteve me ta, pasi që sipas tyre kanë shumë probleme sa i përket realizimit të projekteve të tyre. Kryetar, meqense se u rregulluan të gjitha problemet teknike të cilat neve patëm, mbetëm tek çështja e raporteve ndërmjet qendrës. Pse po ekziston kjo ftoja e raporteve, kryetar? Nuk do të paragjykoj cili është fajturu me gjatë se këtu po pësojnë ajo që po pësojnë më shumë janë qytetarët, po flas në këtë veçanti në qytetarët e Kaçanikut. Mi po sa i përket kërkesave të projekte, ashtu siç kam pasur 3 mandatet e mëhershme dhe këtë mandat në njëjtën gjë kam bërë kërkesat me kohë, domethënë në fillim tetorit të gjitha janë projektet të cilat i kem pasur dhe projektin detaj, po edhe me arsyetimin e projektit për të cilin kem konkuruar. Megjithatë, fatin e keq për qytetarët e Kaçanikut na e kem pasur që nuk kem pas asnjë projekt vetëm. I vetmi projekt nga qeverisja 4 vjeçare ka qenë në 28 dhjetor në Gurthemelin e Qerës në fshatin e Rej. Ky është projekti i parë dhe po them ndoshta nuk e di a do të ketë tjerë, por ky është projekti i vetëm deri më tani që kemi marrë nga qeveria qendrore. Duke e ditur që komuna e Kaçanikut është një komunë me një zhvillim shumë dobët ekonomik dhe tyrat janë shumë të limituara të vogla dhe duke e ditur që relefi i komunës Kaçanikut është me të vërtetë shumë i ashpër, ku kosto e investimeve ka dyfiqen e kostos për investimeve në rrugë tjera, andaj ne kemi pas pamundur me realizuar të gjitha projektet të cilat ne kemi premtuar për 4 vjeçar. Dhe një diçka që e kam thënë gjithmonë pa qytetarës paku moralisht, të kem atë drejtën t'ju them, unë kam planifikuar që dikun nëse ju kujtohet qeverisja duke e marrë mandatin qeverisjes dhe në vitin 2021 ish kryeministri tash në detyrë, në fakt ishte trumbetuar se kishte garantuar që do të jetë edhe granti i 4 qeverisës, që në atë kohë ishte dikun 600 milion dhe me formulën e financiare dikun ligjet për financa dikun komunës Kaçanikut takosh 2% nga ky buxhet, që faktikisht me përkthy ishte 12 milion. Unë kam llogaritë në atë shumën e mjetëve disa projekte të cilat i kam theksuar në farë fusnote e që asnjëherë nuk kanë realizuar. Mirë, po pse kryetar nuk erdhi ky realizim? Duke ditur që gjitha këtyre projekte kanë të bëjnë me jetesën e qytetarëve, specifikisht me qytetarët në komunën e Kaçanikut. Thënë të drejtën, ndoshta është mirë një përgjigje ta merr edhe nga qeveria, meqense ata që na ka takuar neve, unë si kryetar bashkë me ekzekutivin kemi bërë pamundurën, kemi kërkuar edhe takime me ministrat e linjave, po të njëjtën kohë dhe i kemi projekte kemi dorëzuar dhe të njëjtën gjë ja kemi dorëzuar një deputeti që ka qenë në radhën e vendosur në komunën e Kaçanikut, ja kam dorëzuar këtu në tavolinë dhe kam thonë ta shfrytëzon autoritetin e tij sa mund të sjell projektin në komunën e Kaçanikut, po fatkeqësisht nuk po duhin me paragjyku, po fatkeqësisht nuk ka mujt asaj sjell diçka në komunën e Kaçanikut përveç atij projekti që e ceka më 28 dhjetor të vitit kaluar. Kryetar, cili është projekti më i madh që juve keni realizuar në komunën e Kaçanikut gjatë këtij mandatit 4 vjeçar? Po meqense se komuna jon ka që pas një buxhet limituar, nuk kem po ndoshta projekte të mëdha, po janë disa projekte që mendoj që
faktikisht kam pas është me realizim është salla e sportit që ka dikon vlerë në afër 2 milion, pastaj janë edhe disa salla të sportit apo shkolla, apo them 5 salla sportit që kam realizuar këtë mandat dhe unë shesh i qytetit që faktikisht është një shesh jashtëzakonisht i bukur për qytetarët e Kaçanikut që këtë vit ka filluar ta shfrytëzojnë qytetarët. Kryetar, gjendja në arsim në komunën e Kaçanikut si qëndron, a keni arritur të bëni digitalizimin në shkolla me qenë se është pjesë e pilot programeve mësimore për këto vite. A keni arritur digitalizimin, kryetar? A kanë shkollat të paktën një projektor ku mund të shohin më mirë lëndët mësimore, të cilat mësohen më shumë nga teknologjia? Sa i përket digitalizimin ne kemi filluar këtë mandat, nuk kemi arrit me i përmbush kërkesat të gjitha, megjithatë kemi filluar me tabela digjitale, sidomos duke filluar nga shkollat e 2 shkollat e mesme për të vazhduar në shkollat fillore, po megjithatë një problem tjetër nga se sistemi i rrjetit i cili do të ishte sistem qeveritar që duhet përfundonte këtë vit në komunën e Kaçanikut për momentin nëse zgaboj kanë vetëm 3 shkolla rrjet qeveritare e cila do të mande pamundur edhe po të ishin këto pjesë që do të bënte komuna e Kaçanikut. Kryetar, ne e dim se kontrata kolektive ju ka shkaktuar dëmet e jashtëzakonshme shumicave të komunave të Kosovës. A ju ka prekur edhe juve si komunë e Kaçanikut kjo kontratë? Po pikërisht komuna e Kaçanikut vitin e kaluar ka pesë një pjesë shumë ose konkretisht tham dikon 720.000 euro kemi bë pagesat për kontratë kolektive. Këtë vit qysh në fillim, do të thonë deri në muajin maj nëse zgaboj është vlera mbi 700.000 euro e pritet që deri në fund vitit kaloj dikon vlerën 1,5 milion ose 2, po tham të drejtën pa e përfunduar pra projektin, pa këtë kontratën për shkak se dikon llogaritet afër 3 milion. Po në fakt kohën që jemi sot ne këtu, edhe me që është vit zgjedhor, tham të drejtën se më tash janë shpall zgjedhjet lokale për 12 tetor, do të jetë një vit mjaft sfidues për shkak se pjesa më të madhe të mjeteve për investime kapitale që në fakt i kemi premtuar tham qytetarëve në shtator vitit kaluar se buxheti aprovohet në shtator çdo viti paraprak, do të kemë pamundur në realizimin për shkak se kontrata kolektive veç ka filluar, domethënë shumica e mjeteve na e merr. Pra të thotë dëme jashtëzakonisht të mëdha, po ndërkaq që edhe një buxhet tjetër i Bashkimit Evropian ka mbetur i ngujuar në një farë mënyre për shkak të mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Sot kryetar patëm 33 tentime që të bëhet konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Si po e shihni juve të gjithë këtë gjendje të krijuar në Kosovë për shkak të këtij ngërçit, më të themi, politik që nuk pa rrihet konstituimi i Kuvendit të Kosovës? Po është për keqare, po them se edhe ne si komunë e Kaçanikut kemi pësu pikërisht nga fondet e Bashkisë Evropiane, kemi pas një qerdhe e cila duhet përfundonte para një vit e gjysmë, por megjithatë ngrirja e këtyre fondeve ka bërë që edhe ky projekt në komunën e Kaçanikut të jetë pa i zbatuar. Sa i përket situatës politike, me qenë se jam në pushtetin lokal, po megjithatë si qytetar ose si kryetar i komunës për ngrish shqetësimin pa paragjykuar kush është fajtor, megjithatë një pjesë përgjegjësisë u takon të gjithëve. Po megjithatë mendoj që hierarkia u takon ashtu siç e ka marrë përgjegjësinë nga qytetarët. Mendoj që lëvizat vendosje është partia e parë e cila duhet të reflektonte ose paku do të kishte aftësi të menaxhonte me situatën e ta krijonte kuvendin. Po megjithatë edhe të tjerë deputet do të ishin të arsyeshëm këtë kohë, po megjithatë situata është si është dhe mendoj që krejt çka po pëson këtë kohë është vetë qytetari i këtij vendi. Seriozisht qytetarët po pësojnë më së shumti nga kjo gjendje politike, ndërkaq që çështjet ekonomike në vend nuk janë aq të mira. Kryetar, sa ka prekur këtë gjendje në komunën e Kaçanikut? A keni ankesa edhe nga biznese për shkak të daljes në treg të lirë? A ka mbyllje të bizneseve në komunën e Kaçanikut? Po komuna e Kaçanikut thash me qenë se nifet për bizneset vogla dhe të mesme dhe kanë pas fatin pak bizneset i kemi të mëdha, kemi biznesin që ka emrin Kivo, një fabrikë për prodhime plastike dhe cila zakonisht e ka eksportin për Holand. Dhe kemi një industri të tekstilit që vjen nga një qytetar turk që ka investuar dhe faktikisht kanë filluar një pjesë pikërisht nga kjo kompani ka largu punëtorë, nëse gaboj dikon 200 punëtorë përkohësisht derisa mund bën një zgjidhje, po ashtu edhe kjo fabrikë e tekstilit që thotë dikon ka largu në fillim javën e parë dikon 30 punëtorë. Këtë si pasojë e kësaj liberalizimit të tregut të energjisë, siç po e shohmi, që po quhet treg liberalizimi, po në fakt ka një monopol. Se për shkak po të kishte treg liberalizimi jam i bindur që kompanitë nuk të kishin ankesa, po sido që tjetë situata është mjaft shqetësuese edhe për qytetarët e Kaçanikut dhe veçanti një komunë e vogël me biznese të vogla dhe të mesme. Kryetara, do të kemi edhe një herë kandidat për komunën e Kaçanikut? Jo, me qenë se është mandati i 4, unë kam pas një kuptimin e kolegëve në parti dhe neve tani më kemi bërë propozimin e kandidatit, ai do të jetë nën kryetari i komunës momentale që është këtu, dhe është nën kryetari i partisë
në nivel degje në Kaçanik, kështu që ai do të jetë kandidat i arshëm për zgjedhjet lokale. Ja, ne urojmë që të vazhdojnë punët që juve e keni lënë tashme në proces. Faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodesës. Ndam të gjitha këto informacione që kanë të bëjnë me komunën e Kaçanikut, së një presë edhe në studio që të flasim edhe me Gjernë për të gjitha projektet e realizuara në Kaçanik. Ju falenderoj edhe një herë. Patëm në lidhje direkte kryetarin e komunës Kaçanikut, e ndërkaq që neve do vazhdojmë të flasim në lidhje me gjendjen ekonomike në vend, kemi edhe ngritje të çmimit të naftës në Kosovë si pasojë e luftës që po bëhet ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Po, për këto dhe shumë detaje do vazhdojmë me Musafirin në studio.